Blerem Devollë nga të njëjtit nuk prezantojnë në seancë. Tendenca e kësaj padie ka qenë me lehur. Hulumtimi i sonshëm i jetës Kosovë ka zbardhur skemën e fshehjes së pronarëve të vërtetë të disa bizneseve që do të përfitojnë miliona euro në kurriz të qytetarëve të Kosovës. Blerem Devolli dhe përfaqësuesit e tij janë tërhequr nga padia për shpifje inicuar në vitin 2020 për hulumtimin e Birn në çështjen e monopolit të dritës. Padia e cila ishte ngritur në vitin 2020 e cila ishte denoncuar edhe nga aktivistët e shoqërisë civile si padi e stilit SLEP, është vlerësuar të premten nga gjykata si e tërhequr. Devolli dhe përfaqësuesit e tij ligjor nuk janë paraqitur në gjykat dhe kjo e fundit vlerësoi se padia është tërhequr. Në seancën përgatitore të paditësve Blerem Devollë nga Penja dhe kompania Devolli Group ndaj të paditëve Jeta Gjara dhe Radio Televizioni i Kosovës. Për paditësit prezanton askur gjykata konstaton se paditësit Devolli Group pjesë për seancë ka pranuar në datë 24/04/2026, ndërsa paditësit Blerem Devolli pjesën për seancë ka pranuar në datë 23/04/2026. Komisja të njëjtit nuk prezantojnë në seancë, nuk kanë kërkuar shtyrjen e seancës e as mungesën nuk e kanë arsyetuar. Drejtoresha e Birn Kosova, Jeta Gjara, ka fituar një tjetër proces gjyqësor në shkallë të parë ndaj Blerem Devollit. Devolli e kishte paditur Jeta Gjarën dhe RTK në lidhje me emisionin Monopoli me dritë të diellit me autor Visar Prebreza dhe Jeta Gjara. Ky hulumtim kishte fituar çmimin e Bashkimit Evropian për hulumtimin më të mirë për ekonomi në vitin 2020. Për këtë rast, Birn dhe Jeta Gjara kishin fituar në 2 shkallët e gjyqësorit kontestin administrativ, tashmë i formës së prerë, ku ishte anuluar vendimi i Komisionit të Pavarur për Media, i cili kishte konstatuar se emisioni përmbante gjuhë denikruese. Në lidhje me këtë emision të vitit 2020, Devolli betejën e tij ligjore tashmë e kishte nisur në procedurë civile, duke paditur Gjarën për shpifje dhe fyerje. Në seancën e datës 15 maj 2026, Blerem Devolli nuk është paraqitur në gjykat për t'i qëndruar mbrapa padisë inicuar, përkundër se ishin ftuar me rregull. Si shkak i mungesës, gjykata e ka konsideruar të tërhequr padinë e Devollit ndaj Jeta Gjarës dhe RTK-s. Jo mbo 6 vjet prej padisë që e ka bo Blerem Devolli, në të cilën e ka kënë. Tendenca e kësaj padie ka qenë me lehur dhe me hub kohë. Dhe më vjen mirë që pas 6 viteve mundim, maltretim në përgjykata, edhe ata janë bindë në rregullsim e misionit tonë. Po ndërun në konform ftesës gjykatës, jemi përgjigjur gjykatës, qëndrojmë me vendosmëri pranë përgjigjes në padi të parashtruar në këtë çështje dhe njëkohësisht kemi përgatitur edhe prova të reja esenciale lidhur me rastin, të cilat do t'i parashtronim në rast të vazhdimit të seancës, shërtim përgatitur. Sepse konsiderojmë që arsyeja mos prezencës së paditësve në seancë është fakti që lidhur me këtë lëndë, emisionin e kontestuar si përmbajtje të plotë është vendosur me vendim të formës së prerë në konflikt administrativ. Me që rast, gjykata themelore dhe ajo apelit, në mënyrë të pakontestueshme, kanë vërtetuar rregullsinë dhe respektimin e plotë të standardeve etike dhe profesionale të emisionit të kontestuar. Rrjedhimisht vazhdojmë. Kërkojmë që të konsiderohet. Ma parasysh që ftesa gjitha palët në procedurë i kemi pranuar në mënyrë të rregullt dhe ne si palë paditur kemi respektuar oraren e mbajtjes së kësaj seance, mirë po për të mos u zgjeruar më shumë, marr parasysh se vetë paditësi në këtë rast nuk prezanton në seancën gjyqësore, propozojmë gjykatës që kjo padi të konsiderohet e tërhequr. Nga me qenë se paditësit janë ftuar në mënyrë të rregullt, ndërsa nuk prezantojnë në seancë, gjykata merret me.
konsiderohet e tërhequr padia e paditësve me numër të lundës me numër të C.9 3308 Ky për 2020 e parashtuar në gjykatë me do. Data e dorëzimit të impost 30/07/2020. Emisioni Monopoli me dritë të diellit, zërrej dhe devolli është shpërblyer me çmimin e parë nga BE-ja për storjen më të mirë hulumtuese. E po ashtu është shpërblyer edhe si emisioni më i mirë për ekonomi Ibrahim Rexhepi për vitin 2020 nga OSBE në Kosovë dhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Përpos është vlerësuar si emisioni më i mirë i vitit për ekonomi në Kosovë nga një organizatë ndërkombëtare dhe me kredibilitet, emisioni në fjalë ka rezultuar me impakte të drejtpërdrejta, duke shkaktuar reagimin e institucioneve më të larta të vendit për adresimin e gjetjeve të emisionit. Birn në disa raste ka fituar betejë ligjore të padive slep. Këto padi njihen si padi të cilat synojnë t'i friksojnë gazetarët nga puna e përditshme.